Me njëherë të nesër më mëngjes ma vëm pikpyetje fillimisht shkum në palestër, e kam ato të rëndësishme me shku në mëngjes në palestër para se me nisë punën, ose shkoj i raskapitur nuk më i vevo kur falloj ushtrimi, ose nuk shkoj heq dhe të najmë jetë një falloj Maroko shumë i keq, dhe pastaj po në punën me klientun e kam vendin e zyrës që du të me nejtë në koll tok, edhe shumë hiperaktivitet fizik nuk më i me ba, edhe kur edhe je i përgjumër, edhe je në koll tok që du të me ndëgju, edhe vetëm me fokusu që aty vetën, të hapët goja ka njerë, edhe është ndjenja ma e keqe para një klientit, si ja krejon përshqipin që ti nuk je interesum heq për halët e ti, kështu që bëhet dita ma e vështirë e mundshme, deri sa të plakët ajo ditë. Çfarë ndodh me ju? Thamë, mbi 50-60 nevoja për gjumë është ma e vogël, ashtu që jo mësu me e përbalu ma mirë. Po zakonisht është kjo pjesë e punës është shumë e vështirë, kur je balë për balë me klientin edhe natyra e punës është je tërkoni e ullur, atër tankon kam frikë se Tani, kur e keni natë pa gjumë dhe ke punë fizike e ki ma të vështirë, apo kur ke punë psiqike që duhet t'jesh më i koncentruar? Jo, është puna psiqike, puna mentale është shumë më e vështirë se kërkon një nivel shumë më të lartë për qëndrimit. Te puna fizike është shumë më lehtë, se është vetëm një lodhje fizike dhe e kompenzon të nesërmë. Por një pushim për një punë fizike edhe një gjumë dalojnë shumë. Tani në një situatë tillë, në një ditë tillë, ku je i përgjumur dhe i ki këto farë simptoma, se cili ndryshe, është mirë me fjetë pak ditën? Atë gjumin e ditës me përdor? është mirë me fjetë ditën, por duhet me pas një gjë shumë me rëndësi parasysh. Jo me fjetë ma tepër se gjysmore. Do me thënë veç një kotje. E jo gjumë të plotë, se nëse flejmë gjatë ditës, atëherë me siguri se kena me pas problem me gjumin e natës. Kemi pa në TikTok, se kështu jo që kemi pa live, po në Japoni, për shembull, po e lejoshin këtë gjumë edhe në zyrë, në punë me flejt pak. Se ma mirë me flejt e mu këfil, se sa mos me flejt e gjithë ditën trollat, ko disa gabimet i bërë. Kthjelja mas gjysmore i gjumë, është shumë ma e madhe se nëse i bëjmë 2 orë gjumë bas dite. Nëse i bën 2 gjumë, atëherë nuk është në kuptimin e kthjeljes, ndërsa deri në gjysore atëherë ajo t'jep një forcë tjetër edhe është një... Si ishte ajo gjumi i bukurisë? Po, se i thojnë edhe gjumi i bukurisë. Gjumi i ditës, ja? Po. Pas dite, kur flen pas dite dhe tajen pak syt, edhe del mbrëmje, bësh ma e bukur. Ka dhe pretendime mjekësore, besa ka njerë dhe disa borime me karakter fetar, që e udhëzojnë këtë fjetjen dykon mes orës 1-3, aty ta gjejmë një falloj gjysmë ore. Pra, mes 13 dhe 15 ta vendosim ku. Pra nëse zgjojmë herët në mëngjes po flitet se jo, nëse zgjojmë në 12, se pastaj në 12 me flet prapë në 13 bëhet pak qorë me mollë. Shtyr pak ma vonë, orën biologjike se cili e paton ndryshe. Nëse zgjojmë pas lindjes diellit atje dhe fillojnë qysh i zhdasht realisht me kanë idealja, kjo filloi pauza e vogël gjatë ditës, ndihmon edhe në reaksimin psiqik, po mendoj që kish me dhënë karakteristikat mira edhe për aspektin fiziologjik ose metabolik, shkako që redukton pak pulsin e zemrës, ritmin e frymarrjes, metabolizmin përgjithësi dhe e kursen pak ndoshta organizmin dhe kish me ndiku mirë në shëndetin e përgjithshëm. E përdon ndonjëherë këtë gjumin e ditës? Shumë rrallë. Shumë rrallë, më s'ke nevojë se je i disiplinuar ti. Në aspektin e ushqimit çka duhet me bo, edhe çka duhet me pas parasysh, nëse vetë jemi pa gjumë, një natë, nëse është kronike, mi është me pas parasysh... Me pi kafe. Dhe me tuk fil dita. Po, e marrim atë energjinë me një.